Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur sërish ironin për të goditur opozitën ndaj kryeministrit Sali Berisha, të cilin e ka krahasuar me një buf që synon të rikthehet në pushtet për të bërë më shumë dëm se në 2 mandatet e tij të mëparshme. Në hapje të fushatës elektorale të Partisë Socialiste, Rama holdi hije dyshimi edhe mbi mënyrën se si Partia Demokratike ka paguar këshilltarin amerikan të fushatës, Chris Lashivita, ndërsa nuk kurseu batutat për rivalet politik. Edhe një Latif nga Amerika, i cili Latifi për gjithë ne që jemi rritur në lagjet e Tiranës të kujton atë të fortin e lagjes që qullsi poshtë pallatit shkon e thret dhe i thot: hajde Latif se ata do mrajnë. Latifi kishte publikuar dje një buf që hante 1000 dhe kishte ngritur pyetjen: kush është miu? Ati bravo i qoftë se të gjesh budallë që të paguajnë gjithë ato para për të duartrokitur edhe kur ja fut asaj që thuhet në atë farë feje, është vërtet kesh lindur me këmish. Kjo deklarat vjen në një kohë kur fushata për zgjedhjet vendore po hyj në fazën e saj më intensive, ndërsa tensionet politike mes mazhorancës dhe opozitës janë gjithnjë në rritje.